Në një epokë ku teknologjia dominon jetën e përditshme, lëvizja fizike po kthehet në një sfidë për gjeneratat e reja, ku pastaj mungesa lëvizjes dëmton jo vetëm shëndetin fizik, por edhe zhvillimin e trurit dhe aftësitë sociale. Atleti dhe trajneri i fitnessit Tiron Mamusha thotë se ushtrimet janë të domosdoshme për fëmijët, por ato duhet të jenë të lehta dhe të koordinuara me profesionistët. Për fëmijët zakonisht një fëmijë zakonisht është në procesin e rritjes. Gjatë procesit të rritjes zakonisht ushtrimet duhen më kohën për pjesën e balancës, koordinimit, më shumë me pjesë lojës, për arsye që gjatë një aktiviteti fizik tek fëmijët është rëndësishëm vetëm për arsyen që me ajo vetbesimin edhe qëndrueshmërinë e punës një fëmijës. Trajneri Mamusha gjithashtu tha se me fëmijët fillimisht nuk duhet bërë teste fizike të rënda, e pastaj gradualisht duhet të ndiqet rregulli për krijimin e koordinimit dhe balancimin e trupit të fëmijës, gjithmonë duke respektuar të gjitha fazat e ushtrimeve. Në fillim nuk bëj teste fizike shumë të rënda për fëmijën, me ja marr pjesën fizike, po vetëm pjesën qysh ec, lëvizjen, sa ka forcën e përgjithshme gjatë ecjes, nëse ka ndonjë problem pjesën e shpinës, edhe kështu mas ne fillojmë me zakonisht me ndërtu një farë force fizike, me ndërtu koordinimin, balancin, e mandej duke po hapasapi. Normal, edhe pjesa e tek një mjek, pjesën e EKG-s, pjesën e zemrës, sistemin kardiovaskular, edhe e shoh gjendjen fizike të një fëmijës. Mandej filloj me programe, se çdo trup e ka një plan, një program që duhet më bëu veças njëri me tjetrin. Gjatë ushtrimeve, fëmijët në ditët e para dhe mund të kenë ndonjë dhimbje, e për të hequr dilemat e prindërve, trajneri Mamusha ka shpjeguar se kur duhet shqetësuar e kur jo. Pas ushtrimeve dhimbjet muskulare, dhimbjet normale, por nëse vazhdojnë dhimbjet, janë dhimbjet padurueshme për trupin e fëmijës, edhe që janë dhimbjet lokale, atëherë duhet me konsultu me trajnerin, edhe gjithashtu me konsultu me një mjek rreth lëndimeve, një ortoped për lëndimeve më të tushme, edhe me vazhdu ekzaminimet e tija mjekësore. Ndërkohë, profesionistët e shëndetësisë apelojnë te prindërit që përpara se të regjistrojnë fëmijët në një program specifik, duhet të konsultohen me mjekun pediatër për t'u siguruar që lloji i aktivitetit përputhet me zhvillimin e tyre fizik.